Sipas te Demokracisë Plus, a janë shumë, as janë shumë kontrata një burimore? E kekut që ka qenë shumë e madhe, 51 milion që ka, 56 milion fakte, ka ndru komplet përqindjen e ndër vite të kontratës një burimore, është veç që ajo kontratë pe kontratës një burimore, 51% donat që alon nuk janë validu pe KRPP-s, po pe kontratës një burimore në që del numëri total, 51% janë kontrata një burimore, 48.3 dhe qashtu pipjan si përgjysë janë do me aneks kontrate. Do me thënë, qëto aneks kontrata nuk janë kështu de facto kontrata një burimore. Ardit me të pyet argumentin e qëndrimit që tha nuk janë shumë. Sipas te Demokracisë Plus, a janë shumë, as janë shumë kontrata një burimore? Çështja e kontratës një burimore është botim. Është edhe në raport progresit përmendet numri i kontratës një burimore. Mirë, po përmendet se opozita e ka ngritur. Unë ty po të pyes mendim pa varur prej opozitës, prej Komisionit Evropian, a janë shumë 270 procedura në fund ditës në 2024? A janë shumë, a janë normale? Nuk janë shumë si numër, as si vlerë nuk është shumë, por megjithatë problematika është te secila kontratë. Dush me full me këshyr kontratë për kontratë. Edhe një argument qëndrimin tha, që jeni të i këshyr, jeni të e botë madhe qëta, as jeni të i këshyr kontratat ku pargjon mas shumë tipare që janë të hapura. Sipas juve Demokracisë Plus, a janë problematike që ato kërkursor të i këshyr kontratat e hapuna? Jo, në i këshyrëm kontratat e hapura. Shumica punës sonë ka të bëjë me kontratat e hapura. Kallëzon, që ato a kanë elemente korruptive, se po folim vetëm për këto një burimore? Po, një pjesë madhe. Veç dashna me thëmë për kontratat një burimore që kjo arsyetimi ligjor, cilin duhet me dërgu në KRPP, për me shpjeku, justifiku pse për përdoren, këtu është nivel tragjik. Do me thënë, unë s'kom pa një arsyetim ligjor i cili është në harmoni me në 35 për mu përdor. Asë një nuk e kom pa. Kret janë skandaloz të shkrum, edhe që nuk përputhen një. Do me thonë, rrjedhimisht KRPP-ja nuk ka shumë kapacitete, po mi këshyr që ato arsyetime ligjore, se cilën duhet me jep opinion refuzues qoftë edhe veç për justifikimin, pavarësisht pa ushun meritat të kontratës. Kontratat e hapura. A menon ti që 38 opinione janë pak, kanë ma shumë kapacitete, se veç 38 opinione mishu? Këto nështë e përgjithë. Jo, ata thonë s'janë, po ti si shoqëri civile ka dhëmë, se jetë me vetë. Varet prej kompleksitetit të Londës. Qoftë është Londa pak më e thjeshtë, kena 2024, 2023 në fakt ka qenë një kontratë e kekut që ka qenë shumë e madhe, 51 milion që ka, 56 milion fakte ka ndru komplet përqindjen e ndër vite të kontratës një burimore, është veç që ajo kontratë e cila është 56 milion, e cila është e parazlefshme me numrin total të vlerave të kontratave një burimore në shumë për shembull 2021.